Ju të dy e ndjeni mungesën e njëri tjetrit. E ndjeni dhimbjen thellë në zemrën tuaj, sepse mes jush ekziston një lidhje e heshtur, një lidhje që nuk ka nevojë për fjalë, telefonata apo mesazhe të vazhdueshme. Ajo nuk është e shprehur, por e ndjer. Jeton në zemër, jo në ekran. Dhe tani, në këtë moment, ju mungoni më shumë se sa doni ta pranoni. Jo sepse jeni të dobët, as sepse jeni të varur nga njëri tjetri, por sepse kjo lidhje është tepër e vërtet për t'u injoruar. Më lejo të marr ngadalë, thellë dhe hap pas hapi në atë që po ndodh në zemrat tuaja. Së pari, ti ndjen dhimbje, sepse shpirti yt kujton atë që mendja jote përpiqet të harrojë. Koka jote thot, vazhdo përpara. I fortë, mos mendo shumë, por zemra jote përshpërit. Aty kishte diçka të veçantë, diçka që s'mund ta lë. Ajo tërheqje në kraharor e ndjen sepse shpirti yt e njeh atë. Shpirti yt kujton ngrohtësinë, sigurinë, ndjenjen e mbrojtjes që afërsia e saj apo e tij të ka dhënë. Edhe kur përpiqesh të shpërqendrohesh, një pjesë e zemrës tënde pyet në heshtje, apo mendojnë edhe ata për mua? Po ata mendojnë. Dhimbja që ndjen nuk është një anshme. Ajo ndahet. Së dyti, ata të ndjejnë mungesën më shumë se ç'mendon. Mund të besosh se janë të fortë, se kanë vazhduar, se jetojnë lehtë pa ty. Por e vërteta është se ata fshehin më shumë se sa mendon ti. Nga jashtë dita e tyre duket normale, por brenda ndjejnë boshllëkun ku dikur ishte prania jote. Ata kujtojnë zërin tënd, fjalët, energjinë, buzëqeshjen, kujdesin, ndjenjen e të qenit parë dhe të kuptuar. Me ty ndiheshin gjallë vërtet të parë. Kjo ndjenjë nuk zhduket thjesht. Së treti, ju pasqyroni njëri tjetrin. Arsyeja pse kjo lidhje dhemb kaq shumë është sepse emocionet tuaja pasqyrohen reciprokisht. Kur ti je i trishtuar, ata ndihen të shqetësuar. Kur ti mungon, zemra e tyre bëhet e rëndë. Kur mendon për ta natën, ata pa pritur kujtojnë ty. Është një lidhje pasqyruese shpirtërore, ku energjitë tuaja reagojnë ndaj njëra tjetrës. Prandaj ndonjëherë ndjen emocione pa arsye të dukshme, janë ndjenjat e tyre që prekin zemrën tënde. Së katërti, të dy luftoni me zemrën tuaj. Të dy hiqeni sikur jeni mirë. Luani rolin e forcës, fshehni ndjenjat e vërteta. Ti mendon se të tregosh emocione të bën të dobët. Ata mendojnë se të shkruajnë të bën të pambrojtur. Prandaj të dy heshtni. Por heshtja nuk është paqe. Heshtja ulëret brenda jush. Të dy prisni. Të dy shpresoni që tjetri të bëj hapin e parë. Të dy shpresoni që tjetri ende ndjen. Dhe pikërisht prandaj dhemë. Së pesti, dhimbja më e madhe nuk është të humbësh dik, por ta duash në heshtje. Dhimbja që ndjen nuk vjen nga distanca, por nga gjithçka që deshet të thoje dhe nuk the kurrë. Edhe ata mendojnë për të pathënat. Do të doja të kisha treguar sa shumë më dueshte. Do të doja të mos e kisha shtyr larg, të kisha qenë më i duruar, më i kuptueshëm. Ka pendim në të dy zemrat, jo sepse dashuria ishte e gabuar, por sepse koha ishte e vështirë. Së gjashti, ju të dy i mungoni më shumë gjërat e vogla. Jo vetëm personi, por detajet e vogla që ai apo ajo solli në jetën tuaj, mënyra si e thoshte emrin tënd, si qeshte, ngrohtësia në zërin e saj, ndjenja se dikush është vërtet aty, ai mirëkuptim i qetë dhe i thellë. Edhe ata i mungojnë këto gjëra. Ata rikujtojnë kujtimet, lexojnë mesazhe të vjetra, shohin ndonjëherë emrin tënd, ndjekin në heshtje çfarë bën, pyesin veten si je, e imagjinojnë buzëqeshjen tënde. U mungojnë ato gjëra të vogla që vetëm ti mund t'ua jepje. Së shtati, kjo lidhje nuk ka mbaruar, është në pauzë. Ajo që ndjen tani nuk është përfundim. Është një moment distance që jeta ka krijuar për shërim, për mësime, për rritje. Por lidhja midis zemrave tuaja nuk është këputur. Është shtrirë, jo thyrë. Fati ka mënyrën e vet për të vepruar. Ndonjëherë ndan dy shpirtra që një ditë të takohen sërish më të qartë, më të pjekur, më të dashur. Kjo nuk është një histori e mbyllur, është një histori që ende ka diçka për të thënë. Së teti, ju të dy keni frikë se mos humbni përgjithmonë njëri tjetrin. Edhe pse tregoni forcë, thellë brenda keni të njëjtin frikë,
po nëse e humbas për gjithmonë, kjo frikë e mban lidhjen gjallë. Ajo i tërheq zemrat tuaja drejt njëra tjetrës dhe e bën mallin kaq intensiv, sepse në të vërtetë asnjëri prej jush nuk do një jetë ku tjetri nuk ekziston. Së nënti, dashuria ende është aty. Ajo nuk ka ikur kurrë. Pavarësisht heshtjes, distancës, kohës dhe hutisë, dashuria mes jush nuk ka vdekur. Ajo thjesht është bërë e qetë. Dashuria nuk zhduket vetëm sepse ndaloni së foluri. Nuk përfundon sepse jeta bëhet e ndërlikuar. Nuk venitet sepse keni frikë. Përkundrazi, dashuria rritet në heshtje. Ajo përshpërit, pret, kujton. Zemrat tuaja ende kujtojnë njëra tjetrën. Prandaj dhemb kaq shumë. Së dhjeti, dhimbja që ndjen është dëshmi e një lidhjeje të vërtetë. Po të ishte vetëm një flirt i shkurtër, një lidhje sipërfaqësore, një moment i përkohshëm, zemra jote nuk do të dhembte kaq shumë. Në orët e rastësishme të natës, gjoksi yt nuk do të shtrëngohej. Kur mendon për ta, syt e tu nuk do të zbuteshin. Kur dëgjon emrin e tyre, ajo dhimbje nuk është vuajtje, është dëshmi. Dëshmi se diçka e vërtet ka ndodhur, diçka kuptimplot, diçka e paharrueshme. Së 11, ata presin një shenjë nga ti. Duan të shkruajnë, duan të flasin, duan të dinë çfarë ndjen, por kanë frikë, frikë se mos ke vazhduar përpara, frikë se nuk të intereson më, frikë se do t'i refuzosh. Prandaj qëndrojnë të heshtur dhe shpresojnë që jeta t'ju bashkojë natyrshëm përsëri. Në zemrën e tyre presin shenjën më të vogël, një buzëqeshje, një përshëndetje, një mesazh, diçka, sepse edhe ata të duan. Së 12, universi po punon në favorin tuaj. Ndonjëherë universi përgatit dy zemra që ndjejnë mungesën e njëra tjetrës për diçka më të fortë. Ju formon të dyve, ju mëson durim, mirëkuptim dhe pjekuri. Kjo lidhje nuk është rastësi. Është pjesë e diçkaje më të madhe. Do të vijë një moment kur koha do të jetë e duhur, kur të dy zemrat të jenë gati, do të takoheni sërish me më shumë qartësi, dashuri dhe respekt. Dhimbja që ndjen tani është universi që pastron zemrën tënde për të pranuar diçka të bukur. Së 13, ju ende i përkisni njëri tjetrit në një mënyrë ose tjetër. Edhe nëse jeta ka ndryshuar, edhe nëse rrethanat janë zhvendosur, edhe nëse përpiqeni të harroni, ekziston një vend në zemrën tënde që vetëm ata mund ta mbushin. Dhe ka një vend në zemrën e tyre që vetëm ti mund ta mbushësh. Prandaj ju mungoni, prandaj dhem, prandaj lidhja nuk do të zbehet. Disa shpirtra takohen vetëm një herë, por e ndjejnë njëri tjetrin përgjithmonë. Ti dhe ajo person jeni një nga këto lidhje. Së 14, dhimbja do të zbutet dhe lidhja do të bëhet më e qartë. Me ditët, dhimbja do të kthehet ngadalë në mirëkuptim, mungesa në qartësi, hutimi në paqe, malli në vetdije. Do të kuptosh pse jeni takuar, pse jeni ndarë dhe pse ende e ndjen këtë lidhje. Dhe një ditë do të dish saktësisht çfarë të bësh, por tani ndjeje të vërtetën e kësaj lidhjeje. Prano thellësinë e zemrës sate. Ndero emocionet që mbart brenda teje, sepse dhimbja që ndjen është mënyra e zemrës sate për të thënë, ky person ishte i rëndësishëm dhe ende është.